Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Po vazhdojmë në tutje me emrin Allah Jalla Ula Tawwab, edhe pse do të thonë fakti që Allah e ka me Tawwab dhe fal, thash kjo nuk duhet që të ndikon tek ne negativisht, por duhet të jemi rob të Allahut të përgjithshëm, që ky emër e përmirëson gjendjen tonë. Ky emër e përmirëson ecjen tonë te Allahu Azza wa Jall. Ky emër na nxit që edhe më tepër të jemi më afër Allahut te bareke ve taala e jo të jetë në të kundërtën. Prandaj për të qenë kështu, thash duhet këtë emër ta njohim mirë dhe për të qenë kështu duhet që me të vërtetë detalet e sqaruara rreth të emrit i kemi parasysh vazhdimisht. Dhe ajo që dua të them për fillim para se të vazhdoj edhe më tutje me dobit e radhës është se disa prej ligjëratave njëri ndëgjon një herë apo dy herë, një libër ka mundësi njëri e lexon një herë, eventualisht dy herë në jetën e tij për të rifreskuar informatat. Por ka disa informata, ka disa libra, ligjërata, mësime, të cilat njeriu duhet gjithmonë të jetë ndëgjim të tyre. Për shkak se ka të bëjë me jetën e tij. Prandaj një rast të historisë, njëri ndëgjon një herë për di çfarë ka ndodhur, edhe pse i harron detalet e asaj ngjarje dhe atij zhvillimi. Por e din se ka ndodhur, çështu ka shkuar sapi, çështu ka ndodhur e kështu me radhë. Ndërsa ajo që ne po e marrim nuk bën pjesë në këtë dytën, se mjafton një herë edhe dy herë. Por kjo bën pjesë në atë që është e para e që nënkupton do të thotë shoqërimin e vazhdueshëm të njeriu me këto informata. Shoqërimin e pandërprerë të njeriu me këtë dije. Nga se nefsi i njeriu është i tillë, gjithashtu armiku i njeriu është i tillë, i jashtëmi dhe i brendshmi që nuk ndalen së godituri. Për shembull, me qenë njeriu që shejtani i ka bën njëherë vezvese veç. Edhe e vezvese është i pengu dhe tash e godit me një informat dhe e rën atë vezvese dhe vazhdon lirshëm, po do të ishim mjaftuar një herë me lexu Kur'an, një herë me ndëgju për Allahu xhallahu ala, nga se është mjaftueshme një herë me një herë. Por në qoftë se vezvesa e shejtan është e vazhdueshme dhe ai kur nuk pushon së godituri. Dhe në qoftë se nefsi vazhdimisht provokon dhe kur nuk ndalet së godituri, atëherë përballë gjitha këtyre goditjeve të vazhdueshme nga këta armiq që na rrethojnë, nga brenda dhe jashtë, ti të godasësh me atë më të fuqishme që e ke, veç një herë, mendoj se nuk është e mjaftueshme me e rënu tër atë që ne kemi problem me të. Ajo si informat është e mjaftueshme, po, se nuk mund të qëndron asgjë përballë dijes së shariatit. Mirë, po në raport me neve nuk është e mjaftueshme. Ne kemi nevojë për goditje të vazhdueshme gjithmonë që t'ja kujtojmë vetes tonë gjithmonë timi pajisur me këtë armatim që na ruan dhe na mbron me lejen e Allahu xhallahu ala nga këto vezvese dhe intrigat e shejtanit dhe nefsit dhe dunjas, që tentojnë vazhdimisht çdo kush të merr hisën e vet për qenies tonë. Andaj shejtani kërkon një hise tek ne, nefsi kërkon një hise, dunjaja kërkon një hise, dhe kështu njëri shpërndahet dhe shpartallohet. Ndërsa Allahu xhallahu ala kërkon tër hisën. Nga se tëra është e tij. E për të ruajtur tër hisën për Allahu xhallahu ala dhe për mos lejuar që askush në këtë pronë të Zotit të ketë hise, padyshim se garancia e kësaj është dija. Njëri me ditë, me informu vetën e tij dhe me qenë kontakt vazhdueshëm me këtë dije. Për aq sa atij duhet në këtë proces. S'po them dije të nivelit të dietarëve, sikurse kanë përsëri vazhdimisht, por dije që atij duhet për të luftuar me këta armiq që thash e rrezikojnë nga jashtë. Andaj na kështu veprojmë edhe në jetën e përditshme. Një njeri për shembull, sikurse e kanë përmend edhe në raste të tjera. Një njeri për me e pas një kerr në pronë të vetëm. A është kusht me ditë krejt kur të prishet qysh ndreqet? Jo, që janë mjeshtet për këtë punë. E po është kusht me pas një nivel caktuar dijes, apo që përballë këtij niveli caktuar dijes i japim patent shoferin edhe ka leje me dal rruga apo. Andaj unë po kërkoj nga kjo dije të kemi patent shoferi apo për të lëvizur në dunja që shkojmë sigurt në herat. S'po kërkoj me kon mjeshtër të makinës, as me kon të limaris, ka se për këtë ka mjeshtër, kur të prishet diçka seriozisht, ki ku me qu. Mirë, po kjo nuk kupton me kon tërësisht xahil apo njëri ndërtim me
atë që do me e përdor apo. Gjithashtu çdo lloj mjeti që e përdor, telefonin, televizionin, gjithçka që e përdor, kërkohet një sasi e caktuar informatash për të ditë me përdor. Përndryshe jetë e shikon edhe s'përfiton për ti fara apo. Andaj kjo është ajo çfarë na po e japim. Kjo dije që po e marrim është vetëm me marrni patent shoferi. Kjo s'është krejt që ka humbur më për këtë çështje. Kjo s'është krejt që mund të thotë për një emër, por është thjesht ajo që të lejon ta kesh një patent shoferi për të lëviz lirshëm, mos më godit me shtyllat e dunjas. Me ditë me shku lirshëm, kur duhet me kthy, din me kthy, apo kur duhet me ndrush shpejtësinë, din me ndrush shpejtësinë, që ka kjo dijet ndihmon ty me lenë Allah xhallahu ala. Mungesa e kësaj dijet përplas për shkëmbejt e kësaj dunjaje dhe kjo përplasje si edhe plaga, por shpesh mund të jetë edhe fatale për njeriu. Andaj për këtë arsye na duhet kjo dije që gjithmonë të jemi në, do të thotë, në kontakt me burimin e dijes. Edhe teorikisht njeriu një herë merr patent shoferin si për dije apo mirë po ditë për ditë e ripërtin detyrinë që ka marrë atje. Se çdo ditë ai me praktikën e tij e forcon edhe më tepër dijen që e ka dëshmuar për ta marrë atë patent shoferi. Pra në një herë jemi të mësu, por praktikën e vazhdueshme pasaj, që ne e bëjmë me këto informata në jetën e përditshme, na bën gjithmonë të jemi më eksperta dhe më eksperta. Të jemi edhe gjithmonë më të shkallët në udhëtimin tonë drejt Allahut xhalla xhelaluhu. Pa kështu duhet ta kuptojmë këtë. Për nëse ne mjaftojmë vetëm me një herë ndëgjim teorik, dhe pastaj as teorikisht, por praktikisht edhe më pak fërkohemi me këto informata, atëherë padyshim se thash përplasja do të jetë e pashmangshme. E njëri mu përplas me nefsin e tij, me dobësinë që ka, nuk është shumë e lavërdishme për të. Apo nuk jeni në pozicion tash me e sfidu nefsin ton. Sa Allah se ke prunë në gjendje, nuk jeti në gjendje ende apo me koni sigur se nëse përplasesh me shejtanin, ti e rënën edhe e dërmon atë dhe deri sigur. Si e pash i sigurt që shto apo? Qase një vezvese e vogël shqetëson me javë. Ti ende vren që i labil, ende vren që si e shumë i sigurt. Ose mos lasim për përplasjen tonë me dunjan e kështu me radhë. Andaj gjitha këto pasiguri që ne i ndijmë na bëjnë që të kthehemi te burimi i sigurisë, të kthehemi te burimi i stabilitetit tonë. Përndryshe jemi të pasigurt në udhëtimin tonë ka Allahu xhalla xhelaluhu. Jemi duke vuajtur për emrin Allahut At-Tawwab, dhe morëm disa nga përfitimet për këtij emri dhe morëm disa prej kuptimeve që i ka ky emër. Kur jemi tek taubeja, thash se taubeja është një lloj keqardhje dhe kërkim falje. Njëri kur të kërkon falje, kjo kërkim falje i ka disa kuptime. E para është kërkon falje për diçka dhe arsyetohet për diçka që nuk e ka bën. Fal për këtë që ka ndodhur po unë s'e bë. Edhe kjo është një farë keqardhje, apo më vjen keq që ka ndodhur kjo ngjarje, më vjen keq që ka ndodhur ty që më vjen keq që unë dëgju kjo, por unë s'e kam bën. Unë s'jam pjesë e kësaj. Edhe kjo është një lloj keqardhje, mirë po nuk është pranim i fajit. E dyta është keqardhje me pranim të gabimit që e ka bërë, por duke e arsyetuar me një të mirë. Unë e dashta me bëu kështu subhan me padi që bëhet kështu se kisha bëu kurr, apo edhe kjo është ndodh njëri mundi keq për një veprim të caktuar, por gjithmonë duke e arsyetuar se ka dashur me bëu mirë atë. Dhe e treta është keqardhje me pranim të fajit dhe me pranim se e qëllim të ka qenë po unë keq kum bëu dhe keq kum dash me bëu, e tash po vjen keq du mu penduar. Taubeja në cilën kategori bën pjesë? Taubeja unë me Allahun xhallahu ala. Apo sa më e nalt kategoria, më e fuqishme taubeja. Do njerëz që pendohen tek Allahu xhallahu ala, po në të kuptim se nivet në fajtor, unë normal që s'm ka eduku baba, apo s'm ka mësuar shkolla. Gjithmonë fajë dikun tjetër, apo ai nin keqardhje, ai pendohet, përmirësohet, mirë po nuk e ndjen që ai ka faj pse ka bërë këtë punë. Kjo e bën tauben dopt. Kjo e bën tauben e dopt. Dikush ka era për shembull, e pranon fajin, po unë e kum bë, s'm ka faj kurkush. Po unë të mënoj që jo mirë kjo. Të mënoj, apo edhe kjo është një farë, mirë po s'është kualitative. Tauba kualitative është kur ti para Allahu xhallahu dorëzohesh, apo dhe i thosh po unë e kum bë, po keq kum bë, kur s'u ka faj për këtë punë, po me qëllim e kum bë. Gjunani po me qëllim e kum bë.
Se s'ka pasas dunas, s'm ka mashtru kur kush, apo po ja rap, keq tu të këshia unë i kom bua. Dhe pas keq saj unë du më ardh ti më fal apo. Kjo është shumë e pastër, shumë e sinqertë tek Allahu xhallahu ala dhe kjo është përfitimi maksimal nga emri Allahu Tawwab. Kur njeri nuk arsyetohet, keni pa për shembull çdo kush, njeri e din që ka bu krimin, e din që ka bu keq, qoftë kudo koft, munduhet duke u arsyetu me e zbut pak atë i vjen rënd më e di e kum bo po dëqysh s'kum darë bashkë që kash me bo te Allah s'kum darë që kash s'kum darë thuja po që kash e darë që kështu keq e kum bo e di që ball pun të flisht kum bo e di po që di një sen që ti e të uap sa ma i sinqert komunikimi mes te mes Allah xhallahu ala ma se Allah e din apo te Allah xhallahu ala arsyetimi nuk është rrethon lehtësuese. Rrethon lehtësuese kur ti mundosh me u arsyetu te dikush që nuk e din çka ke bëti. Po ti pas ke bëj, domthon ti e pas ke pas këtë arsye. Mundesh me duke fabriku, duke sjell thjesht iluzione ose imagjinata që të paqena duke arsyetu, mundesh të njerëz. Po tek Allah xhallahu nuk shkon kështu Allah. Andaj nuk duhet kërkim falja të jetë e njëjtë, sikur ti kërkojmë falje diku që kena shkel komën, apo ose e kena shkel dorën, ose e kena marr diçka, njëjtë sikurse njerit që ashtu e para Allahu xhallahu ala. Ka se njerëzit nga komunikimi shpesh me zvete që shbojnë, apo shpesh herë njëjtin mënyrë të komunikimit e bartën tek Allahu xhallahu ala. E nuk e din se dallon hesapi apo shumë. Nuk mund të komunikojmë me ata që komunikojmë me dikën tjetër. Andaj duhet me dallu, duhet me pas një farlloj ndarësi të komunikimit me njerëz komunikon çështot. Po, mush është e kërkuar me mshef gjinat, është e kërkuar kanë edhe me i livdu edhe pse ti s'menon që ashtot, apo është janë disa internet saktu komunikim me njerëz. Por e njëjti mentalitet më u bardh komunikim me Allahun xhallahu ala është problem. Është problem se nuk i jep kualitet komunikimit edhe Allahu xhallahu ala din kush i jep apo. Prandaj thash, nëse na jemi me Allahu te Tawwab, atëherë edhe mënyra e kërkim faljes dhe shprehja e keqarës për Allahu xhallahu duhet të jetë komplet ndryshe nga ajo që ne e bëjmë në jetën e përditshme nga ndonjë tjetër. Dhe gjithashtu kjo kërkim falje që kërkohet për një raport me Allahun xhallahu ala duhet gjithashtu edhe në anën tjetër tash. Thash e para nuk duhet të jetë e njëjtë sikur i kërkojmë falje krijesës, ti kërkojmë falje dhe krijuesit, me dallime që i përmenda në 3 kategoritë. Por në anën tjetër nuk duhet dikush që ta ndijë vetëm borxhli për të kërkuar falje veç për Allahut. Po është vërtet që Allah ta fal, por na duhet ta kemi edhe të kultivuar ndjenën për të arsyetuar, për të kërkuar falje nga njerëzit, që ndoshta u kanë pa drejtësi, kanë folur diçka keq për ta, nuk kanë sjell mirë ndaj tyre, kanë bërë gabim, m'fal. Nëse thjesht është burrni kërkim falja. Është vlerë kërkim falja, nuk është nënçmim. Shumë njerëz e konsiderojnë mangësi kërkimin e faljes. Jo, është burrni, nuk është nënçmim, nuk është përbuzje. Por është një pranim i vetes tënde, pranim i realitetit që ti ballavaçosh me të. Andaj kërkon falje. Ka një njeri që ik nga vetja e tij, nuk ndin nevojë për me kërku falje. Apo nga sociamore që unë çtu jam. Ama ai kur del, për na kemi nevojë për ballavaçim serioz me veten tonë. Që ta jem. Qase vetëm njohja e realitetit ton na mundson pastaj njohjen e nevojës për të përmirësuar. Që na ikim gjithmonë nga vetja jon, duke arsyetuar po na jem po që pas jem çështu të sim me gjithmonë ikim nga ballavaçimi vetën ton, atëherë gjithmonë për aq sa ikim nga njohja e vetes ton, për aq do të jemi lënë nga mundësia e përmirësimit apo. Prandaj kërkim falja në raport me Allahun duhet të dallon nga kërkim falja për njerëzve, por kjo nuk nënkupton se veç Allahu i ka mbarë që ose ka mund të pas bërë edhe njerëzve, andaj duhet që ta kemi të kultivuar në shpirtin tonë, në zemrën tonë, fuqinë e dikujt, m'fal. Dhe atë me kategorinë më të fundit, po, me qëllim, kam gabu, m'fal. Kjo është burrnia më e madhe e mundshme, që njëri mund me e bëu. S'po them, tash e ka bëu pa qëllim, po ka mirë me thonë me rreth me qëllim. Jo. Po nëse ka qenë me qëllim, e thu me qëllim. Se ka qenë me vedije. Ase po, njëri ka mundësi me thonë, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, o Zot, ti e robi jam, unë jam Zoti yt. Mi po s'ka nevojë për këtë me tauba, se është shumë e qartë rrethana të caktuara se gabim e ka thonë njëri, apo? Por, nëse njëri e thot këtë, në vetë ti dhe e di se ka me qëllim, ai e din ka nevojë me tauba për këtë punë, s'ka nevojë me tauba për këtë punë.
Prandaj Tawabi, njohja e emrit Allah Tawwab thash, gjithashtu nga ndryshimi që duhet bën tek ne është të na mëson kulturën e kërkimfaljes. Nga se është fuqi. Themi ma bën halal. Edhe kjo ma bën halal, mos jetë fjalë devalume, por çdo si ta bëm halal se devalon. Apo por se më të vërtet një kërkesë e sinqert përballë palës tjetër që i kemi shkaktuar çfarë do lloj shqetësimi ti themi ma bën halal. M'fal apo. Njerëzit nuk kanë fuqi as prindve ty ti thoni ma bën halal apo. Çish më thonë, po thuaj bëm halal. Ti thojnë për shembull në familje bëm halal, burri gruas, grua burrit, shoku shokut, shoqja shoqës apo bëm halal, m'fal. Unë kam gabu, gabimi është tek unë. Dhe kjo fuqi vallahi na fisnikron. Kjo fuqi, ky guxim na bën që të jemi edhe më të lidhur me vetë. Por gjithë na ikum për një për vetës tonë, ikum nga përgjësia, ikum nga faj, gjithmonë na kemi arsye për e bua, edhe pse këna bu keq, na kemi arsye. E dikush tjetër, gabimin shumë ma dhumë që se bën, a i s'ka kur arsye, kjo kur s'na mundësën më parku që është duhet. Apo? Këse njëri për shambull, kur të bën një gabim për balë dikujt, i gjin 100 arsye, që thjesht a i gabim dal nga dal, me këto arsye, shëndrot një ibadet. Unë jo që kum gabu, po në sevap me këtë punë kum bua, ka dal, tu e arsetu vetë në ti, ndërsa kur vjen dikush i ka bu gabim, gabimi ti shumë i vogël apo? Edhe më atë gabim që e ka bu këtë, edhe këtë, ka dal që në xhenem, fund xhenemit si munafik me kona vën. Ka dal. Andaj duhet me kon njëri drejt dhe i sinqert. Apo madje ti jetë më tepër vetë kritik se që ti kritikon të tjerët apo. Nëse dëshiron ti jetë korrekt ndaj tjerëve. Më mirë është me i bu pak zullum vetes tan. Ka mundsi kum gabu, ka mundsi kum shit, ka mundsi. Më mirë me pranu, sikurse edhe tek ne kjo është relativ, nuk ka kjo gjithmonë që kështu. Por situata e caktuara është si rregull i pranueshëm fetarisht, që thonë disa populli thotë nëse dy vetë thonë se nuk je mirë, apo atë ka po për në shtyll, se një më nuk je mirë apo. Kjo nuk do të thotë që kush vjen me të bësh hybe. Apo po kur dy njerëz, tre njerëz sinqert që dojnë tonë, ka dalë se kjo punë është gabim, edhe nëse nuk i bindur po mendoj se ki gabim, për hatër të asaj që dikush po e kërkon, duhet të provoj se ki gabim. Dua të them që ky moral, kjo vlerë duhet të instaluar në veten tonë, apo që ne timi të hapur për të pas mundësi të tjerët të japin sugjerime dhe këshillat e tyre për bollëve. Në sot për shembull situata jonë që është, a inkurajon ato që ka thonë pejgamberi e dinun nasiha. Shikoj, feja nasiha po është për mbërë si këshill. Po këtu nasiha ka dhe kuptimin e kryesë obligimin dhe i palit të që e kia, pastrimin ndërsjellë. Prandaj, a funksionan në mesin tonë, feja, tamam si këshill, që dikush kur dërë me e këshu di kanë, e gjenë vlanë e ti, gjokës hapur, e dhëtë, Allahu të shpërbleft, ose a funksionan në mesin tonë, aja që ka thonë Omeri, sinqerisht e ka thonë këtë Omeri, Rahim Allahu mra'an, ehda i leje ujubi. Allahu e më shiroft, atë njëri, i cili mi dhuron mua marrët e mia. Para mëna, subhanë, dini këtë shkallë e ka konzru mirësi, kur dikush i tregon vllajdor, më malal, po kjo është me të jotja, apo? E ka konzru si mi abli dikush, për shembull, që po dyne në telefon shumë të mirë, o madje në hedije mi adhon, a gëzosh, a ndodh nere dikush me ta pru në i dhurat, e më falë, po së në marë, se kjo së është për mua, apo ke e merr çdo dhuratë, para kur është e mirë në telefon për shembull, mos ti përmend tash firmat për me shkaktu tash anime të panevojshme, po thjesht telefon të mirë, dihet çfarë telefoni i mirë, më adhuru ose në shtëpi ose në kerr, po ku mund jetë që të kerr të mirë me tonë di jam fal, ky kerr për mua s'u marr s'u takon kjo mua, koksi njerëz që thonë s'u takon s'koksi njerëz. Apo e merr. Nëse Amerika thonë qysh e marr hedijen për dikujt, çfarë është e marr njëjtë ku dikush më thotë e ki që të marrë vëllai heqë se po do këtë shumë qartë apo. Andaj të wabin e mëson kët, ne jap fuqinë e kërkimfalës dhe pranimit të këshillës. Sa është fuqinë më njëri që edhe përballë kujdo qoftë, kur gabon thotë ma bëni halal. Kum gabu. Wallahi sa është fuqishme kjo. Sa është bunore kjo. Madje duke anullu sa më tej para shëtimet, po gabim ka qenë. Mi po edhe pala tjetër tash mos tjetër ajo që e keq përdor kërkim falën dikujt apo
Apo me thon, sa të thonë që ke gabuar, të gjithë ke gabuar kështu më radh, me dekoraju njerëz që me thon herën tjetër e sheh që ushun kërkoj falje prapë. Apo por duhet të jetë kjo në mënyrë reciproke. Apo kur dikush e bën aktin burrnor të kërkim falës, apo pala atë ta bën aktin burrnor të mbulimit dhe fshehjes apo. Atë çështu funksionon apo. Kjo. Ama jo dikush gjithmonë kërkon halal, e tërkush sa më tepër unë kërkoj halal për ballteje, kjo më tepër e fuqizon se ti i mëshëm, ti e ke di gjithmonë. Kjo s'bën kështu. Se nuk duhet kërkim falë dikujt ta keq përdorim për ta ulë atë për të ngritur na. Jo kështu. Po kërkim falja dikujt duhet të jetë një mundësi e re për të rilidh përsëri për tash më fuqishëm. Se na jena me të vërtet vllazën sinqert, jena familja sinqert, jena shoqëri sinqert që duhemi për hir të Allahut Azhjel dhe qëllimi është përmirësimi i njëri tjetrit, asgjë më tepër. Sot ka ra ty rasti të kërkosh falje, nesër me siguri edhe mua më japet rasti, do të më ngjesh një sikurse ti ndoshta edhe më burrnor se ti që e ke bërë këtë akt, andaj kështu plotësohet shoqënia islame, kështu plotësohet familja. Apo ndërsa çdo kush nëse fillon me trillu dhe me fabriku arsyetime të paqena që gjithmonë statusi i tij të jetë i devotshëm, statusi i tij të jetë gjithmonë i pa gabueshëm, ndërsa statusi i tij gjithmonë është i gabueshëm dhe i ngutshëm, atë është s'ka mundësi kur të komunikojmë mirë me vetë as kur të lidhemi tamam sikurse duhet apo. Për asaj që përfiton nga emri Allah Tawwab, thash është se njeriu ka nevojë të vazhdueshme për tauben. Thati Ibn Qayyim rahimullah, wa manzilu tauba, pozicioni taubës që njeriu prej atij pozicioni sheh shumë gjëra. Thot awwalul manazil, është stacioni i parë i udhëtarit tek Allahu xhallahu ala. Wa awsatuha, edhe stacioni i mesëm gjatë rrugës apo wa akhiruha, edhe stacioni i fundit. Njeriu e fillon udhëtimin e tij ka Allahu xhallahu ala me tauba. E vazhdon me tauba dhe jetën e përfundon me tauba. Andaj sikur se ka ardhur, ta përmendim më vonë se pe surave të fundit që ka zbrit, pejgamberi sa idha jaa nasrullahi wal fath. Pejtën e ka fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Jetu dek o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, shpeshtoj istighfar në vend. Me bë tauba Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj është proces i vazhdueshëm që nuk shputet nga njeriu kurrë. Andaj thot Ibn Qayyim rahimullah në librin e Madarijus Salikin, ndër ato që thot për tauben, thot fa taubatu hiya bidayatu al-abdi wa nihayatu. Tauba është fillimi i robët dhe fundi i tij. Dhe nevoja e robët për tauben është e domosdoshme. Ka se kemi nevojë, diçka njëri ka nevojë për diçka, nevojë luksi, apo ka nevojë për diçka, nevojë që është nevojë. Do i duhet, po shkon jetë edhe pa ta. Nërsa daruriyat në shariat, çka janë darure, diçka çka s'bën pa ta. Si s'është ajo, s'është jeta më. Apo s'është jeta më. S'ndërnon njëri më me ta. Pa ta. Andaj sikurse njeriu a ka mundsi thithja e oksigjenit, a është luks? Tepër ditë për të thithë oksigjen, nale pak. A është luks? A është nevojë? Kam lazëm, po e shtyri që është edhe pa ta. A bën? Ku më bezë oksigjeni? Daruriyat, domosdoshmëri, s'mundesh pa ta. Nuk mundesh. Andaj tauba është sikur oksigjeni. S'u thosh ball, tauba tash pak polshom tash ka pak, apo se veç tauba është daruriyat Ibn Qayyim rahimullah. Pastaj thot ka nevojë për këtë tauba në fund, sikur që ka pas për të nevojë në fillim. Njëjtë, subhanallahu, nuk paksohet nevoja për të kur. Çish ka pasur në fillim kur e hi, çashtu ke nevojë edhe kur del shpejt kësaj dunja apo. Thot nga se Allahu xhallahu ala në surën An-Nur, surja An-Nur është surja e Mekës e Medinës. Ha? Medinës është atë. Ka se ka atë rregulla dispozitive për zinaçarin, andaj kësaj rregulla s'ka pas në Mekë apo. Surja An-Nur është surja e Medinës, surja medinase. Në këtë surë Allahu xhallahu ala thot: "Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Dhe të gjithë ju o robët e mi, apo tubu, përfitoni nga emri Allahut Tawwab, kështu po e përkthej. Përfitoni nga emri Allahut Tawwab, të gjithë ju besimtar. Nëse dëshironi të jeni të shpëtuar. Thotë Ibn Qayyim rahimullah, ky ajet është fi suratil Madaniyya, në surën Medinase. Khataba Allahu biha ahlul iman, Allahu xhallahu ala i është drejtuar barzëve të imanit dhe krijesave të përzgjedhura të Allahu xhallahu ala pas pejgamberëve që të pendohen. Pas një jetë të gjatë
të sabrit, hijretit, gjihadit, i ka thirrë Allahu xhallahu ala Ebu Bekrin e Omerin tubu ila Allah. Masi që kanë bu hijret, këtë pasurinë e ka dhënë për Allah, madje edhe i kanë dalë përpara me gjoksa, me mbrojt pejgamberin apo këto i kanë bërë, tonat lufte kanë bërë, tonat sakrifice kanë bërë, edhe Allahu po i thot Medinë tubu ila Allah. Tubu ila Allah. Sot më thonë musliman tubu ila Allah, thotë ja po dyshon mua, apo Allah i ka thënë Ebu Bekrit tubu ila Allah. Tubu ila Allah, pendohu tek Allahu xhallahu ala. Edhe ka thënë la'allakum tuflihun. Subhanallah. Kjo la'alla është li tarajji, thonë arabisht, për shpresë. Ti ke sakrifiku krejt, i ke bu krejt, ke bu hijrat, je fal, ke agjeru, ke shpenzu, ke bu gjihad, ke që ke ba, tash pendohu që ta shqyrtojmë mundësinë e shpëtimit, apo. Dhe që kjo tarajji, që pas ti pendimi, me gjithë këtë bagazh të veprave, të fillash të shpresash në shpëtim. E ai që se ka as të parën e as dytën, e ka tretën e ka, bindin e ka. Apo? Ashabt e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kanë punu shumë dhe ja kanë pas frikën Allahut shumë. Dorso ata mas tyne si na kanë punu pak edhe kanë pas shpresë te Allahu shumë. Kjo është kombinimi i jonë dhe kombinimi i tyre. Andaj për ta kombinimi i veprave të pakta dhe pendimi të rrallë me shpresë të madhe ka përdhu individa sikurse janë gjeneratat tona ato. Ndërsa vepra e shumt me pendim të vazhdueshëm dhe frikë ndaj Allahut xhallahu të vazhdueshme ka përdhu sikurse janë ashabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Andaj çu të kombinosh? Çu të kombinosh? E ke pa, do ushqime nëse duhet me gram, pak më shumë me qit, s'dal ashi apo. Nuk dal. Duhet me ditë me kombinu. Madje ka herë edhe nuk mjafton me ditë veç sasia sa do të më qit, po duhet me ditë që me përzi. Pa ti mund për shembull një kuzhinier shkon edhe han ushqim mirë, a bën receptën me atë receptë, shkon të shtëpisë dal kurrë çfarë. Këj që ka qitë ai thicet, po s'u dal as përgjysje ti, pse? Nuk ka vesh me gjujt. Po është mjeshtria edhe kur më gjujt, që më përzi në var rregull aty kur të mbarohet ajo punë. Andaj edhe asap i kanë pas mjetë të dhura për me përzi, por kanë ditë që me përzi apo. Kanë ditë që smutut, se smutut pa lidhje ata. Po duhet ka mutut atë po tutun. Pse në recept asap duhet mutut. Jo. E tuta ka gramin e caktuar, ka kohën e caktuar, duhet me ditë ç'më përzi, apo tani te u bën me aqit ka pak, janë do të përzime, që to e qesin produktin final në fund ashabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Tash para mëna kur na se kem as recept në tyne e as përzimin. Ushqimi s'hat me kurrë. Dal diçka që për kurrë s'jet, as domon Allahu na rujt në herë që kësi kombinime fatale me botën. Andaj Allahu xhallahu po kërkon përzine krejt aktivitetin ju që keni bërë deri më tash. O ashabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ka që kanë bërë përzine me tauba. Edhe kur s'ka pyet nuk di transmetim as nuk ka që mas nidi ka ardhur dikur kon ja Rasulullah. Kjo është për ata mas neve apo se për a ka vetë asa për neve? A ka ne ka ndodh ka zbita ajeti kanë ashabët e kanë pyet ja Rasulullah kjo ajet për çka është? E kanë pyet për tauban, për thirrjen për taube, s'ka ardhur kurkush me e pyet ja Rasulullah, allna a për ansarta kjo apo se këta kanë në Medinë, po na që shumë mekën për neve s'është. A ka thonë e kanë kuptuar drejt për çfarë Allahu po i thret ata. Andaj shikoni çka do Ibn Qayyim rahimullah, pse ata e kanë kuptuar nevojën për taube e na se kuptojmë ata. Pse? Për dy sebebe kryesore apo. Sebebi kryesor është një, apo pejti dekzon dy sebebe. Që kjo është komplet. Një, dy dalin pejti apo. Sebebi kryesor që njeriu e shtyr me ndin nevojën për taube është xehli i tij apo. Sa më tepër njeri e ndin veten ignorant, aq më tepër e ndin veten me nevojë për taube. Sa më i sigurt që është në këtë moment unë e di, aq më pak ka nevojë për taube. E në qëfar mejdane në përfshihet ignoranca? Thot Ibn Qayyim rahimullah, jahluhu bi rabbihi wa bi huquqihi. Apo ata e kanë ditë ashabët e pejgamberit se sa më tepër pe njohin Allahun, më tepër pe kuptojmë që s'pe njohin. Apo andaj jahli i tyre për Allahun xhallahu ala dhe për të drejtat e Allahut tek ata, obligimet e tyre ndaj Allahut xhallahu ala i ka bërë të gjithmonë të jenë kontakt me teubën. A mundu na me njoft Allahun tërsi që Allahu xhallahu ala nuk mundem apo. Jetë gjithmonë zbrastin. A mundu na me i dhon Allahut hakun me adhurimet tona tamam që Allah e meriton? A mundem? Nuk mundem. Gjithmonë jetë hapësirë, jetë zbrastin
Edhe në raport me njohjen e tij, po edhe në raport me kryen obligimet e tij. A je zbrastir gjithmonë? Po je zbrastir gjithmonë. Jetë. E këtë zbrastin e kam plotësuar me tauba. A kuptuat? Prandaj gjithmonë je zbrastir, prandaj përderisa gjithmonë ka zbrastin këtë fush, gjithmonë e plotëson me tauba. E mejdani i dytë, thot Ibn Qayyim rahimullah, jahli, pa të jahli. Me po çfarë jahli? Bi aibi nafsihi wa afati a'malihi. Sa mirë është të me bëhet të shpia një tabel, e bën nalt jahli, apo edhe e bën një vi për Zotin dhe obligimet e mia ndaj tij. Apo së diun e hala qysh sa është haku i madh i Allah ndaj meja. Se kom gjen këtë temë. Dhe e dyta, vija e dytë, apo që është nën jahli për të metat e mia dhe të metat e punëve të mia. A di njëri saksisht çfarë të metash ka? Nuk mund me ditë kurrë. Na mundum do me i ditë, po do na shfaqem befas apo. Vjen një situatë caktuar, kur sta ka Mormania për shembull, se në sprov caktuar mush me buhor që shtopën. A se ke paranu këtë punë apo? Kur sta ka Mormania se situatë caktuar për shembull ti nuk din çka të pret. Nuk e ke ditë se çështu ke mundsi më reagu. Se ke paramenu kur se në situatë caktuar del çështu hesapi apo. Andaj duke mos e ditë unë veten time kush jam dhe çka muna unë me bëu komplet me këtë vetë nuk di. Sa i keq mund me kon njeriu, ignoranca e në këtë fush më bën gjithmonë o Allah falem. Qase falja thash çka është, nuk ka veç për mëkat me bër, por që Allah me t'i lecu udhë të harit mos më ro ka shirë rekord dhe keshte te uaba, tham kështu. Andaj njohja apo mos njohja e vetës është thirrje për tauba. Dhe gjithashtu mos njohja e tmetave të veprave tona. Për shembull, na e falim namazin. A dim në saksisht sa e kena lënë mongu namaz? S'po flas nga punë të rukneve, shruteve, po veç të më marr për ulshmërinë apo. A din saksisht ti çu ka shku namazin, nuk e di valla. E di që nuk u shku çu duhet, po sa nuk e di apo. E po për shkak se nuk e di sa çato sa unë kompozoj me tauba. Kërkoj falë tek Allahu xhallahu ala. Andaj a peshoni që nuk ka hapësirë kur njëri mundon nga tauba, kur gjithmonë është në kontakt me ta. Për shkak të kësaj ignorance, nga se Allahu xhallahu ala ja ka dhënë njeriu epitetin dhalumun jahul. Dhe kjo kurs ndat për ti apo. Gjithmonë njëri ka këtë. Po dikush e zvoglan, e dikush e mund të rritur. A ka mundsi njeriu që njeriu Allah ka dhalumun jahul. Dhalum çka është? I pa drejt, bën zullum. E jahul, ignorant. A ka mundsi njeriu me angazhimin e tij, me përpjekjen e tij, me mundin e tij tërësisht të zhveshet nga çdo njoll e zullumit dhe tërësisht të zhveshet nga çdo njoll ignorancës, a ka mundsi? Sa po mund të është i kufizuar, edhe me dash me bukë smunët. Nga se Allahu ka wa ma utitu min al-ilmi illa qalila. Pastaj Allahu xhallahu ala për pjekën e njeriu për të refuzuar zullumin e ka bërë pjesë për bërshë të sprovës së njeriu në këtë botë. Momentin kur s'ka më çka më luftu del pikë kësaj bote. Nga se esenca e kësaj bote është betejë, në luftë kimë kon. Do të më luftu me diçka. Andaj fakti që njeriu është në betejë të vazhdueshme e bën që gjithmonë të ketë hise të padrejtisë, gjithmonë të ketë hise të ignorancës dhe përderisa ka kështu dhe e din se përpjekja e tij për të zhdu këtu apo për të minimizuar ndikimin e tyre është gjithmonë një përpjekje e kufizuar, atëherë atë që mbetet e pa përfshirë në këtë përpjekje e përmbushim me tauba. Dhe unë e di veten tem vazhdimisht dhe ti dhe ajo e kështu me radhë nga ky burim gjithmonë frymëzohemi për nevojën e vazhdueshme për tauba që e kemi apo. Andaj thot Ibn Qayyim rahimullah se Allahu xhallahu ala thot wa man lam yatub fa ulaika humu dhalimun, e kush nuk pendohet të tillët janë zullumçar, thot qasama Allahu li ibad ila qismain, i ka ndonë Allahu rob në dy grupe, la thalitha lahuma, s'ka treti grup, ja të penduar gjithmonë apo ja zullumçar. Andaj sipas saj del me kuptu se për ato çaste, për ato momente që nuk je i përfshirë në kërkim falje ose në përfitim nga emri e Tawwab me kuptime të caktuara, atëherë ti je i paraqitur mundësisë
dhe mundësi s'madhe të them që të bësh padrejti, të bësh zullum. Nga se njeriu për shembull që nuk e njeh vetën e tij. Çfarë zullum mund të bëj? Çum, një prej tyre mundet me ngrit veten më lart e më nënçmu dikon, sepse një veten kush është atë. Mundet nga njëra apo ndoshta me nënçmu veten nën atë që duhet, edhe duke nënçmu veten më tepër se duhet, me i qiu sinjorët e minimalsisë atij që është përballë ti, edhe këtu bën zullum. Prandaj gjithmonë njeriu është i rrezikuar nga kjo. E ruan nga gjitha këto kush pendimi i vazhdueshëm. Andaj sikur se ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, as kënd për juve nuk ka me e shpëtu, as nuk ka me e qunë gjenet puna e ti jaftën. Sot që të punojsh, kur puna jote s'është çmimi i xhenetit. Ka wala anta ya rasul, as ti ka thënë. Illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin wa fadlin minhu, për atë që Allahu më përfshin me mëshirë nga ai dhe mirësi dhe begati pe ti jaftën. Vepra është sebeb për xhenet. Kjo është akide e sunetit. Sebeb, shkak për me dallu njeriu që duhet me shku në xhenem, aty pe xhenet. Kjo është sebeb. Por kur nuk mund të kon vepra jon që na e bëjmë çmim i xhenetit. Sikurse për shembull apo çmimi i orës, çmimi i kirrit është tamam çaj. Apo nuk është parja sebeb me pas kerr. Po parja është çmimi i kirrit. Një kerr bën 3.000 euro, që 3.000 euro. Çaq? Bën 5.000, bën 10.000, bën 1.000, çaj çmimi i tij. Edhe ai që ta ka shit kerrin son tot kurrë të kumbo mirë, të kumbo rat, po sot të kumbo parë aty, s'ma ke fal. Apo anë kur s'mund me nxon ngush kur kush, apo me ato që i ke ble, se para tu ja ke ble. Mirë po, kur dikush thot apton, siguroje 3 parë të kuqe, apo si siguroje që 3 parë të kuqe, edhe on tallo shpinë. Apo, kjo çmim, kjo sebeb veç. Me dallu dikon që i ka 3 parë të kuqe, dikush që ka 3 parë të kuqe, mos më fal dikush veç ashtu. Andaj xhenetin Allah e ka kriju për rob të vet. Po ka për rob që nuk e dojnë. S'do më shkon në xhenet. E për me dallu kush e don, kush nuk e don, i ka bërë me punë të mira. Hajde të kçyrën pra kush po don, që punoni ka pak çto apo. Kjo është çmimi i xhenetit. Kjo është sebeb për me dallu të mirin për të keq veç, shkak pi shkaqeve të shumta. Prandaj Allahu xhallahu ora me sebeb vepra të mira në jap xhenetin. Aja çka ka me sebepet e çmimit sa është e madhe? Allahu alem. Allahu alem sa është largësia me sebepet e çmimit. Allahu alem. 3 parë të kuqe në shtëpi po sebeb, apo po pe 3 parëve e deri te mira euro për një shtëpi, sa dallimi i madh? Allahu e din. Allahu e din sa është realisht çmimi i xhenetit, kur kush nuk e din. Veç Allahu e din, ai që e ka kriju dhe e ka ndërtu vet, ai e din sa bën çmimi i tij. Jo na. Për hapësirën mes sebebit dhe çmimit që është shumë e madhe, Allahu xhallahu ala ka kërkuar me mush, po, se s'ka fal. Mi po na me punë s'pamushë me mush, me çka? Mushte me tauba. Apo kërkoni fal tek Allahu xhallahu ala e konsideroj mbushje të kësaj hapësire. Prandaj kush e njeh kët e një nevojën që ka për të vazhdimisht sikur thash e përmend Ibn Qayyim rahimahullah. Gjithashtu ajo që duhet ta kuptojnë ndëruar se asnjë njeri nuk është i pavarur nga tauba. Mirë, kjo Napoleon për gjunaçara kështu më radh e pejgambert, edhe pejgambert kanë nevojë për tauba. Dhe fakti që pejgambert kanë nevojë për tauba, jep me kuptu atë që ka merr se taubaja, kërkimfalja, përfitimi nga emri at-Tawwab nuk është mangësi, por është plotësim. Do të njeri kur të pendohet, plotësohet. Prandaj pa tauba është i mangët. Nëse nuk ka mundësi një pozitë kaq e lartë që Allah i ka thirrë robët e tij dhe e kanë ushtruar në vazhdimsi pejgambert Allahu xhallahu ala me qenë vazhdimisht mangësi, është e mundshme. S'ka pejgamberi Allahu xhallahu që ka kërkuar falë apo. Madje keni falë, kërkim falë në ujë apo e keni kërkim falë në Ademit alayhis, e Musa alayhis. E pejgamberët shumë të Allahu xhallahu ala që kanë kërkuar falë pe Allahut subhanahu wa ta'ala. Dëgjani, ja kanë bën një pyetje Sheikhul Islam ibn Taymiyyah rahimullah. I kanë thonë kështu apo. Në qoftë se taubaja është produkt i ndjenjes dhe veprimit të mëkateve dhe pejgambert janë të mbrojtur nga mëkatet, pse pejgamberi ka bërë tauba? Kështu të kanë pyet Sheikhul Islam ibn Taymiyyah rahimullah. Atëri ibn Taymiyyah është përgjigje gjatë, po duhet të
përzjedh disa citate për asaj që ai ka thënë. Ka thënë Ibn Taymi rahimullah, pejgambert e Allahut azza xal janë të mbrojtur nga pozicioni i mëkateve, jo nga kalimi me to. Çka nuk kupton? Don mëkatet kanë qendra caktuar apo sesli për neve kalon ka do ditë në çdo qendra të gjunoheve apo. Ka piksoj qendrën apo pejgamberi Allahut azza xal asnjë nat s'kan mbujt në qendrën e mëkateve. Kështu pa kursimisht. Kan bënë mëkat të vogël por kalimthi që dëshmohet natyra njerëzore ty apo. Mëkate më dhasë zvinë shprej, përdas për mëkate vogla, që na shpeshere jemi banus, apo të këture qendrave. Ka i avë ditë rënë që gjunat vogl, ka i vjetë, banan që aty, s'dalët kur, që aty banan. Ata s'kan banu kur në të qendra, kur s'kan banu, kanë kalu këhera, se natyra njerëzore ju bjenë që ashtot nga mëkate vogla. Andaj, ata janë të ruajtur nga dvojët dhe të mëdha në kuptim të qëndrimit ato. Ndërsa Allahu xhallahu ala kur na lajmëron thot Ibn Taymi rahimullah se pejgamberët e Allahu xhallahu ala kanë bërë tauba dhe kanë pasur për tauba, nuk duhet na shkon mendja tek gjinohat, sigurisht që ka fillim, se tauba nuk është për gjinohat, por tauba e pejgamberëve ka të bëjë me ngritjen e drejtave të tyre dhe ka të bëjë me rritjen e mirësive të tyre. Nga se Allahu xhallahu ala i dan ata që pendohen. Andaj Allahu xhallahu ala kur thot se yuhibbu at-tawwabin, i dan ata që pendohen, i dan ata që kërkojnë falje, i dan ata që përmirësohen, ka më kuptuar se kanë arritur në një shkallë që Allahu më dash, që nuk është ulje. Që ka mundsi Allahu më dash dikon që bjen poshtë. Allah don ata që shkon të lart. Pa tauba është ngritje, tauba nuk është rrëmje, tauba nuk është mangësi, tauba është plotësim. Andaj për shkak të kësaj plotësimi, për shkak të kësaj ngritje, Allahu xhalla xhelaluhu i dënë. Andaj Allahu xhallahu ala kur flet për emanetin që ja ka ofru kodrave, sikur se dini tokës së kësaj radh, fa abayna an yahmilnaha. Qielli e toka kanë refuzuar me bët emanetin. Fa hamala al-insan. Njeri ka unë e boj. Unë çit mankra unë e çaj zot. Apo innehu kana zaluman jahula. Njeri kon i padrejt. Apo edhe ignorant, nuk din çka ka marrë mi vetë apo. Mirë, për këtë emanet që Allah e ka dhënë njerit, çka është misioni i këtij emaneti? Çka është? Li yu'adhib Allahu al-munafiqina wal-munafiqat wal-mushrikina wal-mushrikat. Që me këtë shariat Allahu xhallahu ala me bë sebab me i dënu munafikat pe burra dhe pe grave dhe i dhujtarët nga burrat dhe gratë, pastaj wa yatubu Allahu ala al-mu'minina wal-mu'minat. Ky shariat ka ardhur që Allahu xhallahu ala t'u mundson besimtarëve dhe besimtarëve që të pendohen. Dhe pendimin këtë rast nuk është vetëm kërkim fale për mëkatin, po t'u mundson që të ngriten dhe të arrisin çmimin e tyre tek Allahu xhallahu ala për të rritur mundësia e shpëlimit nesër tek Allahu subhanahu wa taala. Ai dënimi tauba do të them nuk është vetëm nga mëkati. Andaj Allahu xhallahu ka përmendur se pejgamberët e tij kanë kërkuar istighfar, sikur se thash Ademi, Ibrahimi alayhis salam, Ismaili, Musa alayhis salam, e shumë të tjerë kanë kërkuar falje tek Allahu subhanahu wa taala, madje edhe vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ka kërkuar falje tek Allahu xhallahu ala. Andaj pejgamberët e Allahut që kanë kërkuar falje tek Allahu xhallahu ala thash, kjo nuk kanë kuptuar domosdoshmërisht bërën e mëkatit. Mirë po, pejgamberët e Allahu xhallahu ala kanë qenë njerëzit më të ditur për Allahu xhallahu ala. Dhe ata e kanë ditë më së miri se çfarë haku ka Allahu xhallahu ala. Dhe kur e kanë pa veprën e tyre, përballë kujt pi adorzojnë dhe kujt pi adhurojnë dhe kanë pe adhurojnë, janë pendu për cilëtetin e adhurimit apo ka se kanë thënë se ky cilëtet absolutisht nuk është në nivelin që Allahu xhallahu ala meriton. Andaj për këtë ka bëu tauba. Për këtë ka kërkuar falë tek Allahu subhanahu wa taala, dhe kështu ka bërë vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Padyshim se është krijesa më e përsosur në Allahu xhallahu ala. Krijesa më e ditur për Allahu xhallahu ala, krijesa më e devotshme te Allahu xhallahu ala. Gjitha mejdanet e punëve të mira në kryet e tyre qëndron Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Megjithkët është përmend sa i deri në 100 herë ka thënë astaghfirullah në një mezhlis, madje ka thënë vetë se unë nditje më tepër se 70 herë them astaghfirullah. Kjo 70 herë nuk është numerikisht 70, apo
por është sikur se thotë diku 100 herë i thash edhe smur vesh, apo do na kuptojm pa numër, nuk di sa i kum thon. Andaj pejgamberi kur 70 herë, nuk kupton numrin, por nuk kupton shumsin. Shumë herë on kërkoj ditje estak fërllaptur. Madje për shkak të pozitës së teubes, Allahu xhallahu ala e ndëron pejgamberin sa ditën e gjykimit, sikur se ka na ditë në një orë të shefatit, apo se njerëzit do shkojnë tek pejgamberi të Allahut azza xhall, që të kërkojnë që ata të ndërmësojnë tek Allahu xhallahu ala për të ardhur Allahu me gjyku. E dini përgjigjen e Ademit alayhis salam se unë kam bënë gjuna, nuk di çfarë bën Allahu me mua, apo pse u shpendu. Edhe ka dëshmuar Allahu në Kur'an se ka pranuar megjithatë, ka mbet ende, do thotë derisa Allahu xhallahu ala të jap sinjorën se ja ka falë Allahu xhallahu ala, dhe për shkak të këtij mëkati e ka humbur mundësinë që shkon te flet Allahu xhallahu drejt për drejt. Çdo pejgamber tregon një nga gjunat. Kur vin tek Isa alayhis salam, kërkojnë nga Isa alayhis salam. Dhe përmend disa vlera të Isaut alayhis salam, atë Isa alayhis salam thot nuk përmend gjuna. S'thot ku mboksh kurrë. Vetëm idhhabu ila Muhammedin. Shkoni tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, abdun, pse më shkon te Muhamedi? Shikoni pse. Ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Qati Allah ja ka fol ke gjunat ato. Andaj vetëm një pastërti e këtij niveli lejon që të shkon dikush tek Allahu xhallahu ala edhe të kërkon atë që njerëzit kanë kërkuar. E pastaj shkon pejgamberi tek Arshi Allahu xhallahu ala, sikur është hadithi i njohur ato. Mirë, po Isa alayhis salam ka përzgjedh në mesin e shumë vlerave, në mesin e shumë cilësive, virtyteve që ka pas Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ka përzgjedh këtë teubës. Që të përmend se me këtë grad është ngritë tek Allahu xhallahu ala. Prandaj nuk është thjesht teubeja veç shlyerja e gjunave, por është ngritje e drejtave. A kuptuat për këtë hadithi? Nga se këtu po shkon tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Pse taj? Pa është ngritë me çka Allah e ka ngritë me falje. Allahu e ka ngritë Muhamedit me shumë gjëra tjera. Apo e ka ngritë me shumë gjëra. Por si ka përmend tu Isa alayhis salam këto gjëra tjera, por ka përmend falën për tregu se kërkim falja dhe përfitimin nga emrat e Tawwab, veçanërisht që kanë nga ana pejgamberit Allah xhallahu ala, nuk ka të bëjë me gjëra që kanë bërë. Por sikur që kanë thonë selefi e hershëm apo. Kanë thonë hasanatul muhsinin apo sayyiatul muqarrabin. Kanë thonë përpara selefi, punët e mira të bamirësve janë gjunoha të muqarrabinëve. Muqarrabin në drejtë e nalt, njerëzit Allah xhallahu ala. Apo ju sevapet ju që bëni ju, kanalt i vjen era gjuna. Apo, qase këtu tjetër kitër është. Andaj edhe na, ne duket diçka puna e mirë jem rahat apo po për pejgamberin Allah të kon, nëse për ashab të pejgamberit më ka qenë kështu, çfarë më për tjetër. Anas ibn Malik a nuk i ka thonë tabenëve. Tabenëve ju ka thonë, ju jeni duke i bërë disa punë, para tabenëve. Ju jeni duke i bërë disa punë që ne në kohën e Muhamedit i kemi konsideruar shkatërruese. Dikush më i pa bëu kështu, kështu thonë që ky njeri se ka larg. Puna e tabenëve, para mëna. E çka këshmon Anas ibn Malik për neve? E çka atëra kur Ibrahim e sa me shë gjendjen tonë, sa të u bëndu ta me bëvë. Ne dua të them që vazhdim nga grada e njerit që ngritë tek Allahu xhallahu ala, aq më tepër e ndin nevojën për teubë. Prandaj teubeja nuk duhet kuptuar gjithmonë veç si një proces që kalojmë nëpër të, si një keqardhje për të kaluar, si një pendim për një mëkat, por duhet ta konsiderojmë gjithashtu një mundësi për të ngritë dhe për të jashtuar çmimin veprave tona të mira. Dhe për fund dua më përmend një dobi shumë të madhe që e ka pranë Ibn Qayyim rahimullah, që ka të bëjë me njeriu dhe pozicionin e tij përballë teubës apo. Nga se shumë njerëz arsyetojnë për teubën me rrethana, sikur se çeka apo. Na jena në këtë kohë, jena në këtë vakt, kadar Allah, apo dhe në kismet, këtë e ka shkru Zoti, që si sa njerët e shtynë dunjan. Për shtynë me në ditë me kader, dhe të këshymë të që përbot, në ditë e shtynë me në rëthon, këtë dunja e shkon të e shty. Të e shty, kur të e ndreq? Po e të e shty të keqen, ke pa bërlogën këtë e shtynë, dikur tani, s'ka ku e shtynë mu. Kapat për teje, se në tonë është murë dhe këtu jeti. Atër mod vjen të huna, vjen të goja bërlogën. A nuk është zgjidhje me e shty, po zgjidhje është me e largu. Andaj shumë njerëz këtë dietë e çojnë të e shty. Çka për shtym që den kisnat për shtym. Çka je të shty? Çka je të shty? Prandaj ka njerëz që kështu bëjnë. Thotë Ibn Qayyim rahimullah,
për disa njerëz që tash arsyetojnë me kader, janë, thot Ibn Qayyim rahimullah, sa i përket mëkateve e konsiderojnë si detyrim. Janë, domethënë, në rrafshin e mëkateve janë xhebrija. Xhebrija është një grupacion që thonë ke çka bëjmë na, s'kena pas çfarë pa bu. Qoftë Zoti na ka se kaderin Allahut e konsideron imponim. Apo ne kumboni gjë s'kum pas çfarë. Se Allah e ka shku mos pa buën e shkon kundërshtim me kaderin. Andaj thotë do njerëzit në mëkat janë xhebri, s'kum pas çfarë, apo ndërsa në adhurim janë kaderi. Kaderi çka janë kund, grupacioni kundërt i xhebrive apo. Ata kanë se s'ka kurrë imponim. Çat bën njëri, çaja është e tij apo. Apo e ata don të adhurimet e Allahu xhallahu ala se kanë këtë me imponim. Këto e kanë tin kismet. A me gjuna s'ka kismet. Nuk thot të këshyr tin kismet apo bëj këtë gjuna apo bëj. Sa do bën me herë apo. Se ka çuar Zoti që shtop. Andaj keq përdorimi i kaderit, keq përdorimi i dijes Allahu azza xhall. Apo çështje selektive ndaj diçkave ndaj diçkave tjetër. Madje thotë Ibn Qayyim rahimullah në vazhdim të kësaj thënie të tij të art, thot disa njerëz, vallahi kjo është subhanallah produkt i meditimit. Ka njerëz që bojnë veprime nuk ndal më ti a din çfarë të botë. Thotë Ibn Qayyim rahimullah disa njerëz vallahi sillen me Allahun xhallahu ala në çështje mënyre që nëse fëmia i tij, robi i tij, musil me të, nuk ja don gazepin kur për dënimit atë. Apo Allahu xhallahu ka obliguar në punë, e ka ndaluar për diçka, ai thot, valla që din kismet, valla caktimi i Allahut azza xhall, që kështu apo nëse e urdhon robën e tij. Çu krimakun do të tin kismet inshallah, do më bëmë thon robi, çfarë bën ai? Para më robit më thon tin kismet. Çka bën? Nuk din pe ka është përthën levën e dhimin me tapën. Dorso hiç pa fytyrë thot Allahu azza din kismet azza xhall. Ai Allah thot çu fal namazin, çu tin kismet da. Pa natë të më thon ti shpëtonë më thon dikujt, pi antar familjes apo çu bën më gotuj tin kismet inshallah thot. Pa e pranon këtë arsyetim tin kismet. Se pranon, e pse me atë arsyetim ti robi me robën se pranon. Apo e pranon si komunikim mes teje mes Allahut, a bën kjo kështu? Pendohu, tin kismet inshallah. Pendo, Allahu ka caktuar. Pendo, po qendër rrethona ti kryet punë. Ndërsa tha, si thoi me Qayyim rahimullah, ndërsa në raport me Allahu xhallahu ala, kësi komunikimi të keq ka, të paarsyeshëm, të pa edukat. Allah i thot, "Çu kryej këtë punë, kryej këtë obligim", ai thot, "Ti në kismet." Edhe këtë punë të kryej tani, apo ndërsa thot, "Këtë veprim dhe këtë komunikim nuk e pranon kurrë në jetën e kësaj bote me askën për njerëzve." Do sa pranon që kështu me komunikim me zotisë, a nuk është këtë turp? Megjithatë, ti nuk e pranon këtë komunikim me dikën që mirësia jote përballë ti, apo është e kufizuar. Ti kur kërkon pe dikujt antar fëmijët ton, shërptore që ki, punëtore që ki, kujdo koft, kërkon me ta kryeni punë, çka po t'jap ty këtë drejt, më thon ti bëma këto. Çka po t'jap drejt? Po t'jap drejt pozicioni, mirësia. Unë po të paguaj. Apo fakti që po të paguaj, po të këshyri, po kujdesna për ty, ky fakt më jap mu drejt me kërku pe ti këtë shërbim. A është ashtu? Mirë, po a është krejt çka ka që ky njeri që e kanë dhënë na? Jo, shumë kufizuar, shumë pak. Ai tjetri ka kepi dikujt tjetër. Edhe pse pinive ka veç një, edhe ato shumë e kufizuar, na jet hatër me ndin kismet. Edhe me kemi ramë çatë mëna për dikon që kredi ekipi i tij aty më thon din kismet. Kredi ekipi i tij apo. Edhe vazhdimisht, edhe kur ti thur din kismet, edhe kur ti e vanon për mirësimin, Allahu xhallahu ala vazhdon me të bëj mirë ti vazhdimisht. Vazhdon me dërguar mirësinë vazhdimisht apo. Prandaj kredi ka dërguar apo. Për me ta lesu rrugën dhe ta japta. Edhe pat po din kismet, deri inshallah vit nashëm me kombonjet, ta ka dërguar pejgamberin për më përmirësua apo. Ta ka dërguar libën për më përmirësua, ta ka lësur rrugën, ta ka dhënë mendjen, ta ka dhënë rrethin, ta ka dhënë shoqërinë, ta ka dhënë mundësinë. Gjithë i ka dhënë që veç bën e hapin, përmirësohu, edhe një hap bën ndrequ. Dhe gjitha këto njëri i neglizhon, apo edhe i lën anash me një arsyetim të caktuar që vije pe nefsave. Shikoj njëri subhanallahu, do solir e shet shariat në Allahu te xhel, për një kohë nefsave. Krejt shariati Allahu xhallahu ala apo është në shërbim tonin, ty me drejt. Tash para na krejt
Është paramana një njeri sot, vallai, po them kanë me meditu me të punë ditë për dëshmë e shohim se so kriminalë dalën nga ka hera. Paramana për shembull një njeri do mu operu, që sot është problem mu operu, edhe me dhim prit pak. Apo do mu operu. Edhe ja kena gjetë mjekt më të mirë. Në tërë sabah vin mjekt bënu gati. Ata njëri i meqëm në gjash quhet ato. Apo se kjo shans, këtë mjek më me kry, me më operu, me kry këtë gale që e kam, apo me ikni këtë keqe që e kam, kjo është një met. Tash përna këtë mjek të nërë, solo u bogati, edhe shkon ai thot te cati, valla i sa të kisha flajt, tani këshyrim çapo bëhet apo. Ai normal ti. Këto këta mjekun çun kom sa punë ti kanë sa të pa ti solo u bogati për ty ti edhe i sa të kisha flajt jam. Apo çai thon këtë njëri? Ai thoni mëçëm? Jo valla thoni mëçëm. Këtë domon rab më të mirë të Allahut azza xal. Jo nçu me të nimuti mundreç, e ka thënë pejgamberin Allahut azza xal. Apo so serim ulemave, so Kurani, so Suneti, Allahu xhallahu ala po të ndihmon, so me lajka të rrethon me të ndihmu, ti thosh pret se herë do të cati, ndjen 10 tani po këshyrim. Subhanallah. Çi çu njëri bën me përmirësimin apo? E shtyn ndjen 10 dini 10, a këtë për rreth i ka që për ty na për ty në ardh. Pejgamberi sa ka ardh për neve. Sa i sa për vetën xhenet i shkon. Apo Allahu xhallahu ala se ka dërguar shpallën Muhamedit sallallahu alaihi wasallam për mënyrë ata. Ka sa e ku në esencë ndërçt. Madje sikur se ka në thënë Ibn Mesudit, Allahu ka shikuar zemrat e njerëzve dhe e ka gjetë zemra më të pastër të kujna. Zemra më e pastër e këtë krijesave ka qenë zemra Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Si ka vënë shariati Allah. Po me jetun këtë i vën, po si ka dash më prun këtë botë për me sprovu për Allah xhelora kish rahatu Muhamedit ndrysh apo. As nuk i vën Xhibrilit kur gjë. Po na çaj vim na Xhibrilit apo. Marr me zbrit, si vim kur gjë. Ka i këtë mobilizu me urnë Allah xhallahu ala për më përmirësu të edhe apo. Na krejt këtu ne i themi pret pak, se jam zonë era apo. Nefsi do të më nguqë apo thot, subhanallahu. Krejt ty në robët Allah xhallahu për një kujt nefsit thosh pret pak. Që kjo është ka bën njëri ato. Andaj thotë Ibn Qayyim rahimullah, fa ataka as-sam'a wal basar. Allah xhallahu ta ka dëgjimin dhe shikimin. Të kanë ndihmu qysh me luftu armikun, të kanë armën, apo të kanë ndihmu ku më pozinu, pi kanë me gjujtë, këtë ti ka lombre, veç krepe. Veç ti dhe me qkreper të më. Këtë mundësi ti ki. Dhe prap, thush, pret pak se hala nuk jem gati, qka ki me konë ti gati. Krejt qka duhet me konë gati, është gati. Nuk ka qka me konë ti gati. Ti veç duesh me jesë për para për përmirësim ato. S'ka qka me konë gati. Po e kuptoj njëri për shembull që mi thonë, mas gjësori kini e izit më sa vetë e shpia, pret se shem gati, du më shku pak, e kuptoj, se të po, ka më marrë vetë me rregullimin e shtëpisë, me ushqimin, du më vetë gati. E po një njëri, apo, i thuhet, me në restoran, i thotë, qëre, kejt në e krym, edhe kejt i kena ftu, kejt kanë marrë, a mund veç të i marrë mund që aty, edhe i thumë më sa vetë të ujnë, apo, o da shem gati, o që kime konë ti gati, se gaqa më krejt, kejt ti kena bona gati, s'ki që me konë ti gati, veç ti dush më konë për vetën tonë i gati, se për tjetë gaqa më krejt. Në këti ka mundësu Allah Gjellë Gjellë. U jesë se rehu, ja ka lecu Allah Gjellë me kuptu shëriatin, apo ja ka dhonë metë, edhe ka lecu shëriatin. Në kështë shëriati, për shambull, falja namazit, duhet fakultet me kry me marrëvesh, se qa kjo falë namazit, apo ta shka landë, e caktu me 4 vjetë në shkollë mësot, falë namazit, apo ka 500 faqe literatur, qka i bjenë, a ka kështu? Jo, dhe shumë e falë namaz në burë, shumë e thjeshtë. A ka kush mi kitë tokë që nuk e mërë këtë fjallë? Ska vëllabë. A duhet me kry shkollë 4 vjetë, tani me master, magjistruet, doktorature, me marrë vesh se nuk bën me pi alkoholin. Zban. S'pa marrë vesh që i bjenë kjo. S'po di që i bjenë kjo. A bjenë? Që me marrë vërshti kjo, ta ka lecua e me marrë vërshti, e ta ka lecua edhe me mjetin, apo edhe me ajetin, me dyjet e ka lecua Allah Gjallahu Ala. Pra e s'ki arsye për mështu, kjo është qëllimi më kajmi, s'ki arsye me shtu për mërsimin, nuk ki arsye me thonë denin kismet, nuk ki arsye për rrethona, ketë Allah t'i ka lecu. Pse pros bën të ube? Pse pros për mërsosh? Kjo është thire Ibn Qayyimit rahimahullah. Andaj, këtë ka bëfën. Ma gjithë thëtë Ibn Qayyim rahimahullah, shiko, se kjo është tekst i gjatë, që është thire për meditim, për njerin me kuptu se sa është i keq në raport me zonën e tij, nuk e di njeri atë. Thot madje, thot Ibn Qayyim rahimahullah, Allahu xhallahu ala të ka ndihmuar
edhe me robët e tij që të ruajnë, kujdesen për ty, apo të forcojnë me lajket, e forcojnë besimtarin apo. Pastaj don për ti që mos me anu, mos me bu aleancë me armikun që për ty e ka bu armik. Shejtani ka qenë diet. Përpara ka qenë adhuruesi i Allahut azza xal, ka qenë afër Allahu xhallahu ala. Allahu xhallahu ala e ka dëbu shejtanin për shkak të kujt? Se s'ka dashur me ron se i dadimit tonë. Para ngjitet në kësaj bote as me kthyna. Na me kuptuar rrafën tonë. Ti i ke punë me dikën, si ka probleme atë. Po çaj o prish me dikën. Kan konflikt. Tash ti për shkak të atij dytit po prish me këtapën. E pi prish punë. Me të pe largon, se ki mon shok, se ki mon mik. Mos dy ditë për shkak këta po keshin, po rrim, po bojnë mohabet të timit. Tash çush njërt, ani është mirë kamat? Allah xhelora ka dëbu për ty, se s'ka dashur miron sejdë babës ton, apo në sejdë, edhe ka bu armik, dhe e ka dëbu dhe e ka dënu Allah xhelora, quhet njëhet nesër më edhe bën mitësime të apo. Edhe pa tot për çka më bota u bën apo. E për çka më penduan apo. Ose thot Ibn Qayyim rahimullah, ma zidh saj apo. Ma zidh saj, thot valla unë jam larg. Allahu xhallahu ala më ka dëbuar, më ka përzon apo. Andaj wallahi kush që është meriton mu dëbuar. Kush që shtu vepron, meriton mu largu. Kush që shtu vepron, meriton mu mallku. Por megjithatë Allahu xhallahu ala përsëri është tawab në raportet me këtë. Edhe ma që nuk ja dim vlerën e Allahut, edhe ma që nuk i dorëzon adhurimet në kualitet caktuar, edhe me atë që bën aleancë me armikun e tij, edhe me këto që i bën, këto zezat njëri që i bën, përsëri Allahu xhallahu ala është tawab në raport me dielën. Përsëri Allahu xhallahu ala e prat. Apo shka ti thuj din kismet, ani largohu, shka apete, bredha atje, lyp çmim dikun tjetër, nështë ta gjon më mirë çmim apo kjo në çmim është. Mos më pagu dikush më mirë, ani shka lyp dikun ku do kofta, bredhu dhe tuja, e shem fund që s'ki ku valla, do më kthy apet te Allahu xhallahu ala, apet e tawab të rënapta. Apet e tawab ti hap dyrt atë. Mirë po, me bom me të nxon, mu taku me një melek të Allahut azza xhel që tu të lyp, apo më bom zatet me të para se marrë xhamia që atë bëhet problem atë. Sa ai nuk lën me ka përsëri apo. Meleku i dekës, ai tu të lyp. Apo me bom me gjet ai dikon. Nuk u dhe, ai kët kismet se pranon tani më. Ai sa tin kismet o melek se Allah më kanon te kismet s'po më lën. Thot unë s'ljo. Se Allah s'm kanon me të lon te kismet më apo. Prandaj problemi është apo ti mund me bredhë me shkuat deri nesër më asaj, po me boj me zatet. Ai sta fal. Ai s'lën më mes për para apo. Prandaj na duhet që të pajtojmë Allahun xhallahu ala. Na duhet që të përmirësojmë adhurimet tona, cilëtetin e produktit ton, që ja adhurojmë Allahun xhallahu ala, ta përmirësojmë vazhdimisht. Edhe me dije, edhe me vepër, edhe me pendim të vazhdueshëm tek Allahu xhallahu ala, që të jemi gjithmonë, do të thotë, në përmirësim e sipër dhe në përfitim nga emri Allahut azza wa at-Tawwab. Andaj me gjitha këto të këqija që i ka njëri, Allahu xhallahu ala e ka konsideruar për mëkateve të mëdha zhgënjimin dhe pesimizmin e njerit përballë falës Allahut azza wa. Shikoj këto të këqija i bën dhe shumë të tjera që nuk i përmendëm, megjithatë ka thonë, veç me të shkumena që sta fali, o gjuna më e madhe se kjo gjuna që i ke bëu. Subhanallahu. Shikoj çfarë falje, shikoj këtë Tawwab, veç me të shkumena që nuk ta fali, kjo gjuna më e madhe se krej gjuna që i ke bëu. Prandaj kush është ai që vallahi e refuzon këtë ofertë? Kush është ai që nuk don me përdorur nga emri Allahut Tawwab? Kush? Veç ai që është i mallkum, veç ai që është i privum, veç ai që është, do të thotë, i largum nga mëshira Allahu xhallahu ala, Allahu ne lutem mos na bën nga ata. Prandaj ne duhet që ta ndjejmë hallin ton. Të shikojmë se sa Allahu xhallahu ala bën për neve, sa na begaton, sa kujdeset për neve, sa na ruan, sa ka dërguar Allahu xhallahu ala për ato që të na ndihmojnë të përmirësohemi. Gjitha këto kujdese, këto begati që Allah ne ka dërguar, qoftë nga Kurani, nga krijesa e Allahut azza xhel, pejgambert, me lajket, njerëz të mirë, dietar, ky kujdes që na të përmirësohemi, wallahi është shumë në çmim, edhe shumë përbuzë është se ka një nevojë të kryen tani këtë. Marrë kjo Allah. Marrë. Duhet të gjitha kërkesat e themi ju largoni herë atë. Këtë ato që ne kemi në kokë, për aso që na josh dhe na kënaq, gjitha këto të jemi larg për t'ju përgjigjur thirrjes së Allahu xhallahu ala. Për t'ju përgjigjur thirrjes së Allahu xhallahu ala. E Allahu xhallahu na thret vazhdimisht
tubu ila Allahi jamian ayyuhal mu'minun. Përfitoni o ju besimtar, o ju mu'mina, o ju besimtare, të gjithë ju përfitoni vazhdimisht çdo ditë, çdo moment. Përfitoni nga emri i Allahut at-Tawwab. Përfitoni nga se është mirë në juaj, ose i shlyni mëkatet, ose i ngritni drejtat, ose i përmirësoni veprat e juaja. Gjithkund në këto sektore, në këto majdane ekziston mundësia për të përfituar nga emri i Allahut xhallahu ala at-Tawwab. Ka se në këtë proces kanë kalu burrat e mirë dhe pas janë në fund këtë proces janë në fund të dytë e kanë dalë shumë të pastër ato. Pra nëse për ta ka vlerë dhe i ka pasur deri në atë shkallë, kjo mundësi thash vazhdon edhe më tutje që edhe ne të kemi mundësi të futemi të dytë ndoshta me të meta, por me lenin Allah xhallahu ala pas procesit që e kalojmë ka emrin e Tawwab të dalën në fund të përmirësuar, të rregulluar, të penduar tek Allahu xhallahu xhelaluhu. Këto janë disa prej përfitimeve që, domethënë, mund të ndjerëm nga emri e Tawwab brenda, pse të dyja kanë marrë kohë, por inshallah Zoti xhallahu na shpërblen për këtë sabër dhe durim që po e kalojmë këto. Elos Allah xhallahu ala që na mundson që jeta jonë të jetë gjithmonë në kontakt dhe në përfitim dhe në fërkim me emrin Allah xhallahu ala at-Tawwab. Të pendohemi për ignorancën që kemi në raport me Zotin ton, ignorancën që kemi në raport me obligimin e Allahut, ignorancën që kemi në raport me tmetat tona, ignorancën që kemi në raport me tmetat e punëve tona, ignorancën që kemi përballë çdo dobie dhe asaj që na bën dobi dhe mirësi që kemi, Allahu na fal. E na mundsof me njoft atë mirësi dhe ta kryjm sikurse Allahu xhallahu është i kënaqur. Allah shpëlojë deri në takimin e ardhshëm. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallam taslimen katira.